si për një herësh si një dinamitit mërshëm. Grupe banditësh të organizuar dhe në marrëveshje të fshehtë me qeverinë filluan të veprojnë kundër Ali Korçës. Ata do t'ja bënin të pamundur jetesën në shtëpinë e tij, duke qelluar natën me gur, çatin dhe dritaret. Në shkurt të vitit 1910, ai do të shkruaj: Shqiptar, më krijoi Zoti. E çfaj kam unë gjori? Qeveria kotë së koti, çpat që lugetët minzori. Për Shqipërinë u përpoqa. Rrezikova jetën time. Nuk rrëfehet se sa hoqa, se shteti mi njihte krime. Në shtator të vitit 1909, bashkë me intelektual të tjerë të nderuar, mblidhen në Elbasan dhe vendosin thirrjen e kongresit. Si anëtar i shoqërisë përparimit të krijuar nga ky kongres dhe si anëtar i pleqësisë të përbërë prej 7 vetësh, ai kërkon që shkollat, të cilat mbaheshin nga qeveria turke në Shqipëri, të kthehen në shkolla shqipe, sepse për to paguante taksa populli shqiptar. Për qëndrimin e tij të hapur kundër portës së lartë dhe në dobi të çështjes kombëtare, Hafiz Ali Korça dënohet e vdekje. Në dëshmitë e kohës shkruhej: Të shtihet në dorë në një mënyrë që të mos alarmohen latingjinjtë e atjeshëm dhe pa e marrë vesh askush zënien e tij, si të kapet, të na dërgohet këtu në kryeqytet. Kryeministri turk Talat Pashaj, i cili e njihte mirë Hafiz Ali Korçën, i bën atij premtime dhe presione me kusht që ta linte rrugën e tij, ndërsa Aliu do t'i përgjigjej. Shqipërinë e ka pllakosur errësira dhe ignoranca Pasha. Prandaj mundohemi me anën e këtyre shkronjave ta zgjojmë këtë komb. Hajde të themi se unë u vrava, po a mendoni ju se kjo ide do të vdiste? Unë kam lënë me mira nxënës të cilët këtë ide kanë për të ndjekur. Por duhet ta dini mirë Pasha, se edhe sikur të vdisja, eshtrat e mia gjerë në kiamet, ah Shqipëri, Shqipëri, kanë për të thirrur. Atëherë Talat Pashaj, i mundur në diskutim, duke qenë se e mbante veten për reformator, ndaloi dënimin me vdekje të Hafiz Ali Korçës dhe e mbajti atë të izoluar në Stamboll. Edhe pse larg atë dheut, i plagosur në shpirt, nga zemra do t'i shpërthej protesta. Do të shpëtojmë nga kthetrat e despotizmës se qelbet. Do të këndojmë lirisht gjuhën tonë. Ju dëshironi që gjithë jetën popullsinë ngrat ta lini në gjumin e ignorancës së thellë. Kur s'ju ka ëndra të thyen hekurat e zgjedhës, por liria do e mos do të shpallet. Ishte advetari më i mirë kuptueshëm me advetarët e vërtet. Kurse Hafiz Ali Korça ka pas një karakter të tillë, që ishte si themi neve fjallën, i bëhej korban atyre advetarëve të vërtet, po rrente dhe nuk i nënshtrohej njerëzve renegat, njerëzve që hiqeshin sa për sy e faqe advetar dhe dietar, po një të vërtet s'ishin të tillë. Hafiz Ali Korça ka pas një karakter shumë të theksuar në këtë drejtim dhe kjo pikërisht e bëri që të vuaj në jetën e tij. Hafiz Ali Korça ka qenë sidomos në gjuhët e lindjes, mund të krahasohet vetëm me Hasan Tasinin, domethënë mund të quhet pasardhës i drejt për së drejt i Tasinit për sa i takon gjuhëve të lindjes. Askush nuk i njihte gjuhët e lindjes këtu në kohën e tij sa i njihte Hafiz Ali Korça. Kjo tregon që edhe vetë letërkëmbimi që ka pasur ai me figurat e shquara egjiptiane, persiane, bile në shtypin persian, flitej me habit madhe, si ishte mundur që një njeri, një dietar nga një vend kaq i vogël të dinte persishten, ta fliste dhe ta shkruante persishten me aq kompetencë, sa që edhe në Persi në atë kohë ishin shumë të rrallë njerëzit dietarët e kohës. Këtë e thonë vetë shtypi persian.
Ishte korrik i vitit 1908, kur ai vjen atë dhe me shpresën e madhe për lirinë dhe gjuhën shqipe. Bën pjesë në organizatën e fshet Itihad Teraki, bashkime për parim. Kur Gjon Turqit shpallin hyrjetin, kushtetuta e re, ai mendon se populli do të fitojë diçka, por zhgënjimi do të ishte i shpejtë. Duke parë rrezikun e shkollave shqipe, në shkurt të vitit 1910 jepet urdhëri zyrtar për mbylljen e tyre në Shqipëri. Ky ishte një veprim i errët i qarqeve më reaksionare shqiptare, me të cilin do të ndiznin urrëtitjen tek masat e gjera. Më 27 shkurt të vitit 1910, populli i qytetit të Korçës do të ngrihet në një manifestim madhështor prej 12.000 vetësh. Kudo brohoritet dhe dëgjohen thirrje. Roft Shqipja, roft babai Shqipes. Hafiz Aliu, që populli e kishte hipur mbi kal, ndjen t'i kalojnë mornica në për trup. Ja, edhe fotografia që e ka të fiksuar këtë moment historik në kodrat e qytetit. Vitin 1913, Ali Korça do ta përjetonte me një dhimbje të veçantë. Fuqitë e mëdha do ta coptonin Shqipërinë si pasoreksit të tyre grabitqar. Ai do të protestojë kështu në shtypin e kohës. Ne jemi një popull 3 milionësh dhe Shqipërisë ju morën pjesët më të mëdha, e ja falën Serbisë e Greqisë. Dhe kështu raca më e vjetër, më fisnike e më bujare, por edhe më trimja, ndën grushtin e shteteve barbar, duhet të shkrihet e të shfaroset. Na shqiptarët kemi mbetur jetim, pa përkrahje e pa miq. Në vitin 1914, Ali Korça së bashku me patriotë të tjerë japin rrugën me armë në dorë Kongresit të Lushnjës. Ai e kishte plotësisht të qartë se Shqipërinë e vogël e të mbetur do ta glabëronte Italia. Prandaj e shihte këtë kongres si një bashkim të burrave patriot me një ndërgjegje të lartë kombëtare. Luftrat grabitjare që shpërthyen në tetor-nëntor të vitit 1912 dhe mbaruan në tetor-nëntor të vitit 1918, Shqipërisë i shkaktuan gjakësi, shkatërrime, cungime të papara dhe të pakrahasueshme. U krijua një shtet ku sundonte kaosi dhe anarshia. Kurbanët e parë të atij shteti rrëmuj ishin atletarët e përkushtuar me gjithë shpirt kombit të vet. Një nga më të dukshmit dhe më të rëndësishmit ishte Ali Korça. Si shumë intelektual të tjerë bashkohet me shpresë rreth Princ Vidit. Punon në qeverinë e tij si krye inspektori i arsimit në Durrës me inspektor Aleksandr Gjuvani dhe Sali Çeka. Por shumë shpejt u pa qartë se Shqipërisë hallet nuk i kishin mbaruar me kthimin në principat nën kontrollin e fuqive të mëdha. Për intelektualin Ali Korça, roli kontrollorëve europian, i Esad Toptanit dhe karakteri rebel i kryengritjes së kurdisur prej tij ishin plotësisht transparente. Me dhimbje, ai do të shpërthente. O mamës, o hale madhe, që gjë me zezë të ka zënë, bite tu s'mentonen fare, rrugëve të kanë lënë, të pamëshirshmit s'të shohin, nuk kujdesen për ty fare, të kanë lënë të shkret, të gjyveshur, të zbathur e pangrënë. Një intelektuali të niveleve jo vetëm shqiptare, po të niveleve më të larta në fushën e islamistik, por ky arriti që në veprat e tij, siç është në veprën e tij Historia e Shenjtë, Azam, ose tek muslimonia, tek tekstet shkollore, sjell disa element të ri në mënyrën e trajtimit dhe të komentimit dhe shpjegimit të mësimeve kuranore dhe të haditheve të profetit alayhis salam. Dhe përkthimet e Hafiz Ali Korçës mund të jenë përkthimet që kanë bë ose kanë përgatit një shtrat që më vonë studiues e më vonë shumë të merren me përkthimin komplet të Kuranit të shenjtë. Në trevat shqiptare ky nifet shumë mirë për gjithë volumtuesve. Në Kosovë ose në Malzi
edhe në Maqedoni mjafton të përmendet emri Hafiz Aliut, dhe ata dinë që kanë të bëjnë me një teolog serioz, i cili ka lënë një numër të madh veprash prapa veti dhe i cili ka frymzuar teolog të mëvonshëm ose hulumtues të mëvonshëm që t'japin një kontribut në analizën moderne të mësimeve islamike.